Qytetërimi I Abasitëve. Ardhja në pushtet e dinastisë së Abasitëve karakterizohet me ndarje politike të botës deri atëherë të Bashkuar Islame. Shteti Islam së pari u përgjysmua e pastaj u nda në shumë shtetet pavarura abasite. Kordova, Spanja u nda në hilafet të mëvetësishëm, I cili deri në rënien e tij 1492 mbeti ndarë nga hilafeti lindor, ku Bagdati e zëvendësoi Damaskun si seli e re. Abasitët nuk u dalluan si çlirues të mëdhenj në përjashtim të disa ofensivave që ndërmonën me këmbësit e tyre provincial, të cilët edhe pse njihnin pranonin halifin, prapse prap ishin shumë të mëvetësishëm. Fuqia dhe shkëlqimi I shtetit të tyre nuk zgjati më tepër se një shek. Deri në kohën e Abasidëve, shteti u zgjerua me të madhe. Atyre u mbeti që këtë shtet vetëm ta rregullonin dhe organizonin dhe të bëheshin superfuqia e parë në botë. Hilafetin Abasid, këtë pozitë më të lartë në shoqërinë islame, rëndom e udhëheqnin të miturit. Halifet e parë Abasid ishin të aftë kur bëhet fjalë për kryerjen e detyrave që ndodheshin para tyre. Gjatë kohës së tyre u punua shumë për ngritjen e shtetit në planin ekonomik dhe kulturor. Krahinat e pasura të Mesopotamisë, të Sirisë dhe të Egjiptit qenë në duart e shtetit musliman. Në shtet mbretëronte mirëqenia. Të ardhurat e mëdha u mundsonin halifëve abasid që të shpenzonin mjete fabuloze për kulturën. Nëpër qytete që ndërtuar shkolla të ndryshme dhe biblioteka të pasura. Dituria dhe arti morën hovë të madh. U ngritën qytete të mëdha, kurse nëpër qytete shumë godina ndërtesa madhështore. Qytetet islame të asaj kohe kanë qenë qendra të vërteta kulturore. Halifët më të njohur të kësaj dinastie qenë Abbas es-Sefahu, Xhafer el-Mansuri, Harun el-Rashidi I drejti dhe el-Memuni. Në mënyrë që të mbroheshin, abasitët formuan ushtri të posaçme të përbërë prej turqve dhe të huajve të tjerë. Mirëpo kjo ushtri shpejt u trimërua, kështu që më nuk I dëgjonte as eprorët e vet ushtarak. Humbi disiplina ushtarake, siç ishte ajo gjatë kohës së Halid bin Velidit dhe Haxhax bin Yusuf e Kafiut. Po ashtu, historianët u marrin për gabim abasitëve transferimin e selis në Irak, I cili gjithmonë ka qenë djep I kryengritjeve e veçanërisht të avarixhve. Kur Xhingis Khani filloi të dëgjte e të peshte me hordhitë e tij kriminale nëpër qytetet islame, halifët morën një qëndrim të tillë sikur kjo s'kishte të bëjë me ta. Halifi I fundit I Bagdatit, El Mustasimi, erdhi në pushtet kur halifati nuk lunte kurfar roli. Atë botë në Bagdad mbretëronte një tension I madh ndërmjet shiitëve dhe sunitëve. Çka hordhitë tatare e shfrytzuan për të depërtuar në Bagdad, ta mbysin halifin, të mbysin njerëzit dhe ulemat më të famshëm dietarët e njohur, e pastaj të rënojnë e të djegin gjithçka që u vinte në dallditë e tyre barbare. Kjo ndodhi në vitin 1258. Me mbytjen e halifit Mustasim u luftua dinastia Abasite në Bagdad pas udhëheqjes së shtetit musliman afro gjysmë mileniumi, 750-1258. Me hyrjen e tatarëve në Bagdad nën komandën e nipit të Xhingis Khanit, u lagot u shkatrua tërë ajo që muslimanët me shekujt e tyre kishin ndërtuar. Librat e shumë bibliotekave të Bagdadit u hodhën në lumin Tigër. Shtrati I Tigrit, sipas disa historianëve, u zu prej librave të shumë, kështu që lumi doli prej shtratit të vet. Për 40 ditë tatarët e plaçkitën Bagdatin dhe shkatruan gjithçka, kështu që Bagdati më asnjëherë s'mundi të arrijë një shkallë të tillë përparimi. Dhe aty thuhet se u morte porza e qytetërimit islam dhe shkatrimit që ju bë librit dhe diturisë. Edhe pse tatarët qenë poshtues të Tiranës mund të rezistonin ndikimit të kulturës dhe qytetërimit islam, ndaj edhe vetë pranuan islamin dhe u bën musliman.